nga ato që është e natyrshme dhe kulmi i natyrshmërisë është besimi në Allahun Azza wa Jall. Njeriu natyrshëm e don Allahun xhallahu ala. Natyrshëm Allahun e beson. E pastaj kjo natyrshmëri duhet të udhhiqet edhe duhet të, domethënë, plotësohet me udhëzimet e shpalljes. Njeriu natyrshëm e lip Allahun xhallahu ala, natyrshëm e don Zotin xhallahu ala. Natyrshëm. Po çysh me adhuru nuk din. Nuk din. Prandaj ka orfeja me mësu çysh me adhuru Allahun xhallahu ala, çysh me besu. Ama njeriu natyrshëm beson. Mos besimi, ateizmi janë të panatyrshëm. Nuk kanë përputhje me asgjë të njeriu, as natyrshmërinë e tij, as logjikën e tij, as kërkesat e tij, as keq ka të bëjë me qenë njerëzore, ateizmi nuk është përputhje me të. E kundërta. Është e kundërta, mohimi i Allahut Azza wa Jall është e kundërta e njeriu. Nuk është, domethënë ajo që njeriu e kërkon dhe qetësohet të. Prandaj Allahu xhallahu ala e ka krijuar njeriu në këtë natyrshmëri të pastër që njeriu realisht ta ketë një prirje fillestare për udhën e duhur. E ka një prirje. E tani kjo prirje ushqet edhe me shpallje.